Vapa për shumicën është një arsye për të qëndruar në hije, por për Ferdinand Varfin është një sfidë që duhet përballur. Në ditët kur temperaturat kanë prekur vlerat ekstreme, 65 vjeçari nga fshati Duka i Tepelenës ka zgjedhur të vrapojë nga Tepelena drejt pikës kufitare të Kakavijës. I apasionuar pas sportit dhe aktiviteteve fizike, ai thot se nuk është herë e parë që ndërmerr nisma të tilla. Për të, vrapi është një mënyrë jetese, një sfidë me vetveten dhe një mesazh se kujdesi për shëndetin nuk një mosh. E kam nisur shumë shpejt një moshë fëmijërie, e kam dëshirë që të vete ta provoj, e kam provuar shumë herë me dokumenta. Dëshira është e madhe të vete një në Dubai, ta provoj në Dubai, rreth 60 kilometra për 8 orë, 9 orë. Po e kam pasur shumë të dashur që në moshë fëmijërie, po kjo që fatkeqësi kisha pasur një problem me shëndetin, kisha pasur një problem me shëndetin, kisha kaluar një shqetësim një azëm dhe nuk u përgjigj ato të rregullave e ligjeve ndërkombëtare. Tash i kam parë përmirësimi, dëshiroj që jetëria ime le të mbrit deri diku, nuk është shumë i shqetësueshëm programi. Vitin e kaluar e kam bërë një këta 70 kilometra që e kam bërë drejt Tepelenës së Leva. Me 10 herë kam bërë, me 100 herë kam bërë kështu në përmale, prandaj nuk duket puna ime. Në 97 e kam bërë nga Tepelena, kam bërë në Bregdet, ande nga Keparoj Sarandës, një herë kam bërë në drejtim nga Tepelena në Vlorë. Në përvap të fjalë. Ai thot se përgatitja fizike, vullneti dhe pasioni për sportin janë motivim kryesor për të vazhduar përpara. Po një shkrimtar i madh ka thënë që jeta është një lodër e vogël. Ndërsa për mendimin tim jeta është kënaqësi, nuk është pasuri. Nga Tepelena ngjyra katër po mblik për 4 orë. Me ndërgjegje nga këmo të dobësova po këtu e lart vendoj se jam i pa rritshëm. Me këtë nizm, 65 vjeçari synon të frymëzoj edhe të rinjt që ta bëjnë aktivitetin fizik pjesë të përditshmërisë së tyre, duke dëshmuar se mosha nuk është pengesë kur ekziston dëshira për të qenë aktiv.